Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, për të bërë një analizë në fakt të shumë kërkuar nga ana juaj për marrëdhënien e Mateose dhe Brikenës. Tani, duke qëndruar brenda asaj shtëpie 24/7, duke qëndruar pranë njëri tjetrit, duke i dhuruar njëri tjetrit emocion, dashuri, shikime, është shumë e vështirë që të ndash atë ndjesin me murë, është shumë e vështirë të mbyllësh gjithçka. Tani Mateo, ditën e sotme, ka qenë pak më i butë me Brikenën. Sfida e dhënë nga vllau i madh, filloi që ta afron këtë çiftin dhe të themi në një farë mënyre u pajtuan. U pajtuan pas sqarim dhe Brikena ishte shumë e lumtur dhe Mateo ishte shumë i lumtur. Dhe buzëqeshja e tyre tregon që mes tyre ekziston një ndjenjë dhe një emocion, por ka një ego të theksuar, ka një inat të theksuar, ka një mlef të theksuar. Tani, xhelozia e Brikenës është e dukshme dhe ju mund ta quani xhelozinë e Brikenës një moment që Brikena e bën për show, por jo. Brikena është mis dhe është vajzë e fiksuar, do me thënë ajo gjatë gjithë kohës ka marrë komplimente, ka marrë elata, ka marrë mbështetje, ka marrë ndjesi të ndryshme dhe do me thënë ka qenë kjo goca e vlerësuar në shoqëri, ka qenë kjo goca në qendër të vëmendjes në rrethin ku ajo ka jetuar dhe në rrethin e shoqërisë së saj. Dhe zakonisht këto gocat që kalojnë në qendër të vëmendjes, do me thënë e kanë shumë të vështirë që të bindin veten e tyre që një djalë mund të ketë këtë mënyrën e të kthyerit, siç e ka Mateo kundërdrejt Brikenës në disa raste. Por tani duhet të kuptojmë që Mateo Brikenën nuk e shikon as si mis, as si fytyrë publike, as si një influencer e Instagramit që mund të ketë shumë ndjekës, por e shikon si Brikena. Dhe derisa e shikon si Brikena, do me thënë ato të dy kanë atë normalitetin dhe kanë atë jetën të një çiftit normal që ka dhe hatërmbetje, që ka dhe xhelozi, që ka dhe zënka të tilla. Do me thënë nuk mund të thoni ju që ne kemi patur një lidhje dashurie dhe nuk i kemi kaluar këto faza. Unë mendoj që një reality show në fund të ditës është një reality jetë, në kuptimin që ato po tregojnë përditshmërinë e tyre, po tregojnë ndjenjat e tyre, po tregojnë emocionet e tyre, po tregojnë pasionet e tyre. Dhe këtë gjën unë e shoh tek Brikena dhe Mateo, do të thënë tregojnë vërtetësinë e tyre. Tani, deri dje Brikena ka qenë jashtëzakonisht e thyer, ka qenë shumë e mërzitur, ka qenë shumë e tensionuar, do me thënë ajo që e gërinte Brikenën nga brenda ishte që Mateo nuk po jepte fokusin. Por ditën e sotme, çdo gjë ka ndryshuar, do me thënë sot Brikena është më e lumtur, është më happy, është e pozicionuar më bukur në krahët e Mateos dhe mua kjo gjëja më pëlqen. Tani, pyetja që më së shumti më bëhet nga publiku është kjo. Tiron, një javë më para u përfol një dasëm e mundshme brenda shtëpisë së Big Brotherit, pasi që u dha puthja e Brikenës dhe Mateos. A mendon ti që Mateo dhe Brikena mund të kenë një dasëm, qoftë ajo fiktive, por do ta bën produksioni? Tani, unë nuk mundem të vë kokën në zjarë dhe të them që kjo gjëja nuk do të ndodhë. Unë besoj që nëse produksioni ka interes për klikime, do të realizoj një dasëm, do të thënë do të bëj një dasëm që do të fasionoj të gjithë publikun shqiptar. Por, duke e ditur se kanë mbetur edhe pak javë, mendoj që kjo dasëm nuk do të ndodhë. Tani, nëse Mateo dëshiron që të bëhet gentil edhe ta rumbullakson këtë emocionin e dashurisë së tij dhe brenda shtëpisë së Big Brotherit Mateo të kërkon emocione, të kërkon ndjesi, të kërkon pasion dhe diçka më të bukur përtej kësaj që po kalojnë me Brikenën, unë jam jashtëzakonisht i bindur që produksioni do t'ja realizon këtë dëshirën edhe do të mund të kemi një moment, jo një dasëm, po mund të kemi një propozim pak më të veçantë brenda shtëpisë.
Por unë mendoj që kulmi i romanticitetit të Mateos ka qenë tek momenti që i solli bolin Brikenës, që i solli helikopterin Brikenës dhe që të dy do me thënë e hapën rrugën e tyre drejt një njohje. Tani, a e shikojmë Brikenën gati për një dasëm, krahasuar me herët e kaluara? Unë me thënë të drejtën, e shikoj Brikenën gati për një dasëm, sidomos pas gjës që kaluan këto të dy e shikoj gati, por problemi tek Mateo dhe Brikena, që do me thënë të çojnë, janë një çift që të çojnë të mendosh shumë thellë mes këtyre, nuk është problemi që nuk e duan njëri tjetrin, po do me thënë është ky fenomeni që kanë një ego jashtëzakonisht të madhe që të dy dhe asnjëri në këtë mes nuk lëshon pe. Dhe duke e parë inatin e Brikenës që e ka më të theksuar, Mateo, nga ndjenja që ka, nga emocioni që ka, nga pasioni që ka për Brikenën, detyrohet që të lishon pe dhe t'i shkon nga mbrapa dhe t'a shijon këtë moment emocional me Brikenën. Do me thënë, unë e shoh që mund të ndodhe një diçka, mendoj që në qoftë se fansat do t'a kërkojnë pafund këtë moment të bukur të ashtu quajtur si një dasëm brenda një formati të tillë, mendoj që produksioni në interes të klikimeve, pasi që sot jemi në një luftë klikimesh, edhe mund ta realizojë një gjë të tillë, por nuk e shoh kohën më të përshtatshme për të bërë edhe një dasëm mes Mateos dhe Brikenës. Por, a janë gati çifti? Mendoj që Brikena është shumë gati, okej, nuk e merr e para guximin që ta thot këtë gjë me zë të lartë, por është gati për Mateon sepse ndoshta kjo java që Brikena nuk pati një komunikim me Mateon, nuk pati një bisedë me Mateon, le të themi që ishte disi edhe jaf reflektimi për Brikenën që ta kupton se çfarë roli të rëndësishëm ka Mateo në zemrën e saj, sepse ndonjëherë femrat janë aq të shpejta në mendime, saqë nuk arrin dot që të reflektojnë me veten e tyre për ta kuptuar rolin e rëndësishëm që një mashkull ka, dhe mendoj që ftohtësia që Mateo krijoi i dha një bindje të plot Brikenës që do me thënë ajo është gabim në mënyrën se si vepron dhe sot e pash Brikenën pak më të ëmbël me Mateon edhe pse më duhet ta citoj nuk ishte Brikena ajo që theu akullin, por ishte Mateo ai që theu akullin bashkë me produksionin, produksioni u dha sfidë që i bashkoi banorët çifte më çifte. Tani si do të shkojnë këto ngjarje, unë besoj që do të ketë përsëri ulje dhe ngritje mes këtij çifti, sepse kështu ka nisë dhe kështu do përfundon, nuk është një çift që nisi me romancat më të larta për të përfunduar me romancat më të larta, nuk pres me thënë drejtën në romanticitet të çmendur nga Mateo, sepse Mateo është ky, është djalë i thjeshtë, është djalë popullor, pa marrë parasysh se çfarë stadi ka arritur në nivelin e famës së tij, dhe Mateo është vlerësuar për vërtetësinë që ka, domethënë për njeriu që është, dhe mendoj që ky çifti kështu do shkon, hatërmbetje, ledhatime, përqafime, përsëri hatërmbetje, por një dasëm mendoj që do të ishte perfekte nëse do të realizoheshte brenda shtëpisë së Big Brotherit me këto banorë që kanë mbetur, sepse mendoj që ka kohë për të kaluar një atmosferë të bukur, edhe për të rikthyer disa emocione edhe një herë brenda kësaj shtëpie. Dua të marr tashmë mendimin tuaj.